Ndryshe. S'kemi kohë për një këngë më. S'kemi fare. Po s'po transmetojmë një këngë në radio që është Çfarë muzikë pëlqen? Atë që dëgjojmë Top Albania, Top Gold. Shumë mirë, Top Gold. Është edhe një radio tjetër, Radio One, edhe ajo. Jo, nuk na duhet ajo. S'ka problem, edhe ajo nga hyrë dalë për gjë. Dgjoj, unë kam përgatitur sa pyetje pa nivel, quan, por përgjigjet duhet të jenë me nivel. Kam dëgjuar Sala, vija i ditë nga lushnja e dëgjoj pyetje pa nivel, po çfarë thotë? Dgjoj, e shefti se një ish banor i Big Brotherit dhe artist dhe aktor. Që e kishim para një javë. Është shumë socialist. Shumë. Është ky. Laert Vasili. Po. Ai ishi majt, është ekstrem, është me Sirizën. Po, me Sirizën, me Sirizën. E shefti për shembull Laertin pjesa e qeverisë ose deputet Partisë Socialiste në Shqipëri. Deputet duhet vi ta provoj herë, se kështu kollaj fare nga Big Brotheri. E provoi dhe njëri që këndote aty në Big Brother, po. Unë bide teatrin e operas, unë bide zgjedhjet. E provuan disa. Është ky tani le të këndojmë për dasmat tash. U bë deputet? Po, si u bë? U bë me mend u bë. Po ti vetë do hyje ndonjëherë në Big Brother? Unë? Ja. Asnjëherë? Ju papa Barcelonën, papa Juventusin. Po më kusht në kontratë. Bë kusht, mund ta shohësh aty. Kusht. Jo. Dgjoj se kishte një ide në top, qarkullonte i tash them që të bësh një Big Brother me politikan. Që se do ish vetëm politikan të hyj. Edhe të marrin këta që humbën, tifuzin të gjithë aty. Personazhe janë. Bën muhabet çanallet. Dgjoj se u bë kaq kohë ti i kujdesëm çik për fizikun tënd. Gjithmonë njësoj. Bën vrap, bën kështu, ke kaq vite që ndryshon fare. Shikoj, gjatë gjithë fushatës nuk kanë bërë asnjë ditë vrap ke liçeni, po kanë bërë nga 16000 17000 hapa në këmbë. Çdo ditë 17000. Edhe më pyeti njëri ore si fitove. I thash duke ecur. Si duke ecur? Ças ndalova asnjëherë, jo ndalova, i thash po duke ecur, vetëm duke ecur. Po mirë, kështu vese ke alkoolin, duhanin. Jo, nuk pi asgjë më. S'pi fare? As alkool, as kafe. As një gotë verë? Ndjes se këtu jemi në konflikt interesi. As kafe? Jo, nuk pi. Një gotë verë e pi, po jo, nuk pi alkool. Po nuk je i mërzitshëm në tavolinë? I mërzitshëm. Unë flas gjithkohës, pse e mërzitshëm? Jo, po me ushqimin, je kështu tek anjos apo ha gjëra që nuk ha vetëm mish, nuk ha. Mish nuk ha mish. Je vegetarian apo nuk as peshk? Jo, nuk ha mish fare, jo peshk ha. Peshk ha. Mish nuk ha. Po pul. S'kishte mish në Divjak, kishte vetëm peshk edhe perime. Haja perime një herë, pastaj peshk një herë tjetër. Po bravo të qoftë. Po atje mësova, ta ha perime mësova në Divjak, më thënë. Kush nga kolegët e tu pi më shumë alkool? Kjo është çik shefli tavolina. Atë madhe është për ke klubi i parlamentit shitet alkool pas hap. Shitet ë? Rama pi alkool? Ja. Se verë më ka thënë që pi verë. Verë, unë e kam parë që pi verë. Verë mundet, po në klub parlamentit pi asnjëherë pi. Se thon po që Berisha është një njohës i mirë verë, se diti këtë? Apo unë se di apo më than. Mua i tap më duket, po nuk Jo, njohës i verës, jo pi. Jo, njohës që njohës. Ata njohës. Është si nga ato si sommelier. Jo sommelier, po ka një uri të madhe për verën. Ai është frankofon, ai flet shumë mirë frëngjishtën. Do ta keni dhe ju. Edhe spanjisht. Ishte ke pazari i Krujës. Edhe italisht. Foli frëngjisht atje. I tha aty, do të ngrem tavanin. E me që ngrej kokën. Tavanin e ka monument kulturë ta shkreti. Si do ma luj ki tavanin, duhet le ndërtimi. Ati që ka tavanin kokë. Do që sa vjet ke deputet, Elon? Së mbaj më vallë me të drejtë. Nuk e numëroj më. Luftë e ditë botërore. Jo, atëherë jo. Në 96-ën ke hyrë për herë. Në 96-ën u zgjodha, pastaj kam hyrë diku në prill të 1997, se ishim 10 veta, dolëm atje përpara sepse betimi atëherë bëhej duke dalë përpara. 10 veta nga Partia Socialiste. Po, vetëm nga PC. Po nga PD-ja që 346 të ca. Ishte me tavan të hapur në ato zgjedhje. Ishte 96. Vota me lopa. Un kam fituar me 50 presje 0.1%. Me kaq kam fituar un. Atje edhe doli rezultati të nesmen. Jo, ishan Berat në atë kohë, Poliçan, Uznov. Mbrakull e kështu me radhë. Edhe fitova me 50 presë 0.1 dhe ishte Thomaj Gëllçi kryeredaktori im. Edhe po dëgjonim lajmet atëherë kishte lajme vetëm në RTS. Edhe u dha buletini i KQZ-s në atë moment, edhe tash shikoj Thomajin edhe sytë e Thomajit, kështu që kthy nga unë. Edhe shikoj të gjithë dyshim. Sa ti ke fituar? Një në mëngjes
isha taku me Thomajin, erdha mëngjes nga Berati, isha i bërë copash. Humba thëti. Edhe tha, po ty tha, pse s'të vran tha. Thomaj. I thash çfarë thuar? Tha po pse s'të vran tha, vetëm atëherë mund të fitonim ne. Tha po të kishim vrarë ty tha ne fitonim. Që tani kishin një kështu, fill pas kësaj ides të Thomajit që unë duhet isha vrarë në zgjedhje. Domethënë vjen rezultati i zgjedhjeve. E shikon, ore, çka ke bërë ti tha? Çka kam bënë? Ku di kush e bëri këtë? 50.01. Kam qenë isha stitur e gjithë më shikonin me dyshim pastaj mbas asaj gjë. Sa vjeç ke qenë atë kohë? 23? Sa i ri. Besoj 23 vjeç, 24 vjeç, nuk duhet mbaj mend tamam. Po tani egzageruar 83 më. Do thotë që kush e egzageruar? Po egzageruar. Sale. Po vazhdon ta teprosh. Se nuk the kështu që është egzageruar kur fitoi Trumpi, Sale. Votoi populli, fitoi Trumpi. I mori gjitha. Qeveri, Kongres, Senat, pastaj nxori ca urdhra ekzekutiv, mori FBI, mori Trumpi është proberishës. Ore Sale. Ore do sillesh mirë ti apo? Patronazhistët do dëgjojnë Sale. Edhe ti the mund tani leni si ishte me PS-n, ata mbaj zhnim. Patronazhistët do mos ata kanë mbaj qendrim, kanë mbaj njoft më mirë. Jo, këtu në Tiranë. Ore po ti pse s'kandidon për deputet? Më shlutur një shok, në fakt, të pse s'kandidove do kishe fituar më tha mua. Kush është shoku jot? Ja mund të thuash Sales shok ti tash ai është udhëz. Një shoku im tha mua. Pse s'ishe Sala? Jo. A do listën e bën ai më ti? Jo braçe figurë. E kam takuar 2-3 herë sa në rrugës, më vjet dorë në shumë shokët atë punë, ore listën e bën Sala. A ka një deputet që ka qenë shpejt, domethënë, jo sa ty se ti je. Po, është Tritan Shev, para me. Jo, po them që nuk i ke folur kurrë një deputeti. Në parlament? Amen. Që u bë shumë Sale. Jo, që s'ke bërë kurrë muhabet me të. Nga këto të rinj, 4 vjet tani, këtë 4 vjeçar. Këto 4 vjeçar, po jo, më pjesës më të madhe i kanë folur, me thënë drejtën, për shkak Tritan Sheut i thash një ditë isha bashkë me mikun tim Frok e ka emrin ai, deputet edhe ai. Edhe i tham doktor, ke filluar me fol shumë më shpesh këto kohë etj me radhë. I thash unë edhe u lodha burr se tash edhe mosha bën vetën etj me radhë. Jo, erion tha ke gabim tha. Tani tha 80 vjeç ta zëvend fjala. Të 80 është ta? Pyete ata dëgjojnë fjalën. Tani zëvend fjala. E po mirë i thash unë. Ne të dëgjojmë, jo për gjë i thash, të dëgjojmë. E kam vënë re tham dëgjoni tha, po i thash. Unë se kam. Dëgjoj. Ke harxhuar shumë lek për fushatën? Zero. Si zero? Se kam dëgjuar unë këtë. Si zero lek më? Që nga e vërtet. Po bëj. Po mirë, bir nuk i ke dhënë. Bëj çfarë duhet çfarë? Bir nuk i ke dhënë. Shiko, kam ngelur i prekur jashtë mase, isha në atë zonën janë ca pallate oficerësh sipër përballë maternitetit të ri. Dhe janë prekur pa fund. Ishin një 10 njerëz midis cilëve kishte të moshuar. Edhe që vajte takoja sepse ishin me origjinë nga kjo krutja e lushnjës. Dhe kur jam çu nga tavolina u çova gjithë stil të shkoja të paguaja unë. Dhe më panë që po shkoja të paguaja unë dhe erdhën aty dhe nuk më lanë as të paguaja. Nuk më lanë as të paguaja dhe jam prekur pa fund atë ditë. 0 lek domosë? 0. Po si ka mundësi 0 lek? Tani duan po tani çfarë them unë? Ca postera, ca çuna goca të rinj. Ty s'kam bërë as poster as gjë. Që nga 96 kur ma pikturuan surratin nëpër muret e Beratit, thash unë nuk vë më postera, se shikoja veten atje me vesh kështu. Me kështu. Domethënë thash unë pse duhet ta bëjmë këtë gjë edhe shpenzoj lek edhe fytyrën ma prishin. Çe muhabeti është ky edhe nuk kam bërë që nga 96 tek këtej s'kam bërë asgjë. Kur është Chelsea suksesi tonë? 0 hiç fare. Takon njerëzit. Biseda. 17.000 hapa njerëzit të merr. Sinqeriteti, cilëtërsia apo fol me njerëzit, shko, prezanto, fol, dëgjoj, është shumë e rëndësishme ti dëgjosh njerëzit. Sepse ka njerëz që si dëgjon asnjëri më. Ore nuk i dëgjojnë as në shtëpi, ty për shkak unë jam i bindur se dëgjon njëri. Po them. Mos më dëgjon njëri. Në shtëpi jo, në radio mundet. Po në shtëpi ti marrë pas. E nuk e di unë tash. Gëruan time, më dëgjon mua apo jo? Se gota nuk më dëgjojnë. E shikon, patronazhistët shnojnë Sale. Sale shnojnë. Ore pyeti patronazhistët. Tash isha në kombinat. Edhe unë isha në njërin anë të rrugës, në anën tjetër ishte PD. Dhe po shikoja tash, takoj njerëz ta apo jo? Si ishte kuriozitet. Më thënë po shikoja. Tani ai kishte 2 kamera përpara. Një që i rinte kështu, e merrte në këtë pamjen e profilit dhe i kamerën tjetër përpara. Dhe ai i fliste kameras gjithkohës. Njerëzit kalonin këto 2 anë. Ky i fliste kameras. Thash, po më foli njerëz më se çuni i ri ai djali. Edhe kështu i mbajtur kandidati i PD-s me vetlla të kreura, me flokë të kreura mirë etj me radhë. Edhe thash, po më foli njerëz më pse
Po pse I flet kameras, më foli njerëzve, unë isha tek pull, s'kisha si. Vetëm I jepja dorën njerëzve, ndalonin çfarë bën, ti më ra, jep dorën. Ky ishte atje dhe më doli përpara njëri, ja ti më tha mu, merre këtë më tha. I thash na, çka ke? Tha merre këtë është flet palosi, kujt te filanit tha. Po mi më thoja ti flasi kameras, deputeti tha. I thash unë jam deputeti, po ai kush është? Tani, për te këtij fakti që I flisnin kameras, nuk I flisnin njerëzve. Tani mendo pak. Shkon për dasmë ti sare? Për dasmë për jo për të kënduar. Po si? Kur I ftuar. Si dasmor më I ftuar. Si po kur martoni me shuri do të tash që shkon për dasmë, po më shkon për dasmë, bën humor për dasmë. Shkon vetëm gjinin për dasmë. Jo, çau humori. Shkon për dasmë. Shkon. I ke parë ata kameraman, I ke pyet se sa kushtojnë ata kameramanët për dasmë. Tani mendoj shpenzimet e tyre ditë për ditë duke ecur rrugëve të Tiranës me 2 kamera përballë. Nuk kishte dasma. Nga gjithë periudha 11 prit 11 maj se s'kishte kameraman, ishin gjithë angazhuar me deputat. Të gjithë. Merri shikoj Instagramet e tyre, janë gjithë kamera profesionale. Më vjen keq të ndërpres është hapësira e fundit publicitare mes nesh dhe nuk na ndan më asgjë. Si zgjidhe këtë muhabet se nuk shkon kjo.